Shërbimet zjarr fikse të Gjirokastrës dhe rajonit të Epirit zhvilluan një stërvitje të përbashkët në zonat kufitare të Koshovicës dhe Kastanjës. Në to përfshin 27 efektiv si dhe 9 automjete. Zjarrfiksit shqiptar dhe grek ndërhyn për të shuar zjarret e improvizuara në zonat të banuara, por dhe në sipërfaqe pyjore dhe kullota në zonën kufitare. Stërvitja vjen ndërsa ka hyrë vera që sjell në këto zona dhe situata problematike me zjarret, për shkak të temperaturave të larta, por dhe zjarrvënies së qëllimshme për hapjen e tokave bujqësore. Stërvitja u ndoq nga afër nga konsulli shqiptar në Janin, Pervin Gjikuria, konsulli grek në Gjirokastër, Vasilios Stolios, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor në të dy anët e kufirit. Dy konsujt ishin në të njëjtën linjë kur theksuan se bashkëpunimi dy palësh për parandalimin dhe ndërhyrjen në rastin e zjarreve në stinën e verës duhet të shtrihet edhe në fusha të tjera. Palët rënë dakord për marrjen e masave të shtuara nga pushteti vendor në dy anët e kufirit, sa i takon shkëmbimit të informacionit në rastet e emergjencave civile të verës.